Një aksident rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm në aksin kombëtar Lushnjë-Fier, në një nga segmentet më të frekuentuara të kësaj zone. Dy automjete tip vetur u përplasën me njëra tjetrën në afërsi të vendit të njohur, si pushimi i shoferit duke shkaktuar panik te kalimtarët dhe drejtuesit e tjerë të mjeteve. Fatmirësisht nga përplasja nuk janë raportuar të lënduar. Të dy drejtuesit e automjeteve kanë shpëtuar pa dëmtime trupore, ndërsa dëmet janë të konsiderueshme vetëm në pjesën materiale të mjeteve të përfshira në aksident. Sipas burimeve paraprake nga vendi i ngjarjes, dyshohet se shkaku kryesor i aksidentit ka qenë te kalimi i shpejtësisë së lejuar nga të paktën njëri prej mjeteve. Ky segment rrugor njihet për qarkullim të dendur dhe shpeshherë problematik për shkak të mosrespektimit të rregullave të qarkullimit. Policia rrugore mbriti menjëherë në vendin e ngjarjes dhe nisi hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e aksidentit. Njëkohësisht u morën deklarimet nga drejtuesit e mjeteve dhe dëshmitarët okular, ndërsa po shqyrtohen edhe pamjet nga kamerat e sigurisë pranë zonës.